Xherdan Shaqiri ka hedhur poshtë spekulimet për një largim të mundshëm nga Bayern Munich gjatë kësaj vere. Ditëve të fundit është përfolur se mesfushori kosovar mund t'i bëjë valixhet gati dhe të largohet nga Allianz Arena, pasi nuk po gjen hapësira në ekipin e Pep Guardiolas. Flites e interesim për futbollistin zviceran kishin shprehur Liverpooli, Manchester United dhe Inter. Megjithatë, pas ndeshjes me Mainzin, të cilën giganti bavarez e fitoi 2-0, 22 vjeçari qartësoi gjithçka rreth të ardhmes së tij. Nuk e kam thënë kurrë se dua të largohem. Unë ndihem mjaft mirë në Munich, kështu që nuk po mendoj largimin nga këtu, u shpreh futbollisti kosovar për media gjermane. Ditë më parë, vëllai dhe këshilltari i Xherdanit, Erdini, kishte paralajmëruar se ish futbollisti i Bazelit mund të lërë Allianz Arenën pas disa muajsh nëse i arrin ndonjë ofertë mirë. Ky është opinioni vëllait tim, por është ndryshuar paksa deklarata e tij, ajo që ka thënë. Vijoi Shaqiri, i cili gjithashtu i la dyert e hapura. Natyrisht, nëse arrin ndonjë klub i madh, duhet ta shikosh atë ofertë. Këtë e bën çdo lojtar, përfundoi futbollisti me origjinë kosovare.